Në këtë edicion do të ndiqni. Kosova drejt përgatitjeve për autoblindën ushtarake Shota. Asamblesët të detyruar të zgjedhin mes pozitës së zyrtarit publik dhe antarit të kuvendit. Drejt finalizimit nisma për blerjen e banesës së veteranit të UÇK-s në Gjakov. Përshëndetje, po fillojmë edicionin qendror të lajmeve këtu në televizionin Syri. Autoblinda ushtarake Shota do të hyjë së shpejti në fazën e prodhimit edhe në Kosovë. Liridona Gashi nga Ministria e Mbrojtjes në një përgjigje me shkrim thotë se i përket fillimit të prodhimit, ende jemi në fazën e aspektit logjistik të implementimit të kësaj marrëveshje. Megjithatë, lajmi i rëndësishëm është fakti që kemi dakordim me Shqipërinë që të fillojë prodhimi edhe në Kosovë. Automjeti i blinduar apo autoblinda ushtarake Shota e dizajnuar në Shqipëri nga Timak u prezantua për herë të parë në panajirin ndërkombëtar të mbrojtjes Eurosatory 2024 në Paris, duke tërhequr vëmendje për konceptin e mbrojtjes që ofron. Ndërkaq tash, autoblinda Shota do të prodhohet edhe në Kosovë në kuadër të bashkëpunimit me industrinë e mbrojtjes, të arritur përmes marrëveshjes trelatare ndërmjet Kosovës, Shqipërisë dhe Kroacisë, e cila u nënshkrua në mars të vitit të kaluar. Mediumi ynë për një përgjigje më të detajuar në lidhje me autoblindën Shota ka kontaktuar me Ministrinë e Mbrojtjes së Republikës së Kosovës, ku kemi pranuar këtë përgjigje me shkrim. Sa i përket fillimit të prodhimit, ende jemi në fazën e aspektit logjistik të implementimit të kësaj marrëveshje. Megjithatë, lajmi i rëndësishëm është fakti që kemi dakordim me Shqipërinë që të fillojë prodhimi edhe në Kosovë. Autoblinda ushtarake Shota përfaqëson një arritje në fushën e industrisë së mbrojtjes dhe kapaciteteve moderne. E projektuar si mjet mrap, Shota ofron kapacitet transport 2 antar ekuipazhi plus deri në 8 ushtar, blindim balistik BR7 rezistent ndaj municioneve 7.62 mm, trup në formë V, i projektuar për mbrojtje të lartë ndaj minave dhe ijetve, mbrojtje ndaj shpërthimeve deri në 6 kg TNT në një mjet, motor i fuqishëm 6 cilindër, i përshtatshëm për terrenet të vështira, ulse anti-shpërthim, xhama balistik dhe sisteme moderne sigurie, platformë në kulm për armatim, sisteme ndriçimi 360 shkallë dhe pajisje operative mbështetëse. Të gjitha këto specifika e bëjnë Shotën autoblind të përshtatshme për misione patrullimi, eskortimi, transporti trupash dhe operacione në mjedise me rrezik të lartë, pasi garanton mbrojtje, mobilitet dhe efikasitet operacional në përputhje me standardet bashkohore ushtarake. Përmes prodhimit të autoblindës Shota, Kosova përfiton përveç se në aspektin ekonomik dhe në aspekt të ngritjes së kapaciteteve të FSK-s, pasi synimi ynë është ndërtimi i një force të aftë dhe koherente me zhvillimet e reja teknologjike dhe taktikat e luftës bashkohore. Edhe pse punuan fort në sigurimin e ulses në asamble, legjislatura në fuqi po ju kërkon që të pezullojnë vendet e tyre të punës për kohë sa do të jenë asamblesë, apo të lëshojnë ulsen për të vazhduar punën në sektorin publik. Kushtrim Brahimaj, menaxher në zyrën e burimeve njerëzore në Gjakov, duke folur për këtë rast, tha se kandidatët kanë qenë paraprakisht të njoftuar. Edhe pse punuan fort për të siguruar ulsen në asamble, legjislacioni në fuqi u pamundson disa asamblesë të vëmbajtjen njëkohësisht të pozitës së zyrtarit publik dhe të antarit të kuvendit komunal. Për këtë arsye, ata janë obliguar të zgjedhin mes dorëheqjes nga funksioni i asamblistit ose pezullimit të marrëdhënies së punës në sektorin publik. Kështu ka bërë të ditur menaxheri në zyrën e burimeve njerëzore në komunën e Gjakovës, Kushtrim Brahimaj. Asambleja komunale tashme ka marrë mandatin e ri, i dal nga zgjedhjet lokale të vitit të kaluar. Në këtë kuadër, asamblejistët të cilët janë zyrtar publik të zgjedhur përmes konkurseve publike, legislacioni aktual nuk i lejon që të mbajnë në të njëjtën kohë edhe pozitën e antarit të kuvendit komunës dhe pozitën e zyrtarit publik. Për këtë arsye, të njëjtit ne i kemi njoftuar me kohë se duhet të bëjnë pezullimin e marrëdhënies punës, konkretisht
pezullimin e pozitës si zyrtar publik, ose të tërhiqen ose japin dorëheqjen nga pozita e asambleistit. Disa prej asambleistëve të zgjedhur kanë zgjedhur që të japin dorëheqjen nga pozita e asambleistit dhe të mbajnë pozitën e zyrtarit publik, ka të tjerë që kanë zgjedhur që ta pezullojnë marrëdhënien e punës dhe të vazhdojnë të jenë anëtar të kuvendit të komunës. Sipas tij, shërbyesi civil dhe zyrtarët publik janë të detyruar ta pezullojnë marrëdhënien e punës në rast të zgjedhjes si anëtar të kuvendit komunal apo emërimit në ekzekutiv, me përjashtim të përformuesve të artit dhe kulturës. Të gjithë zyrtarët publik, përjashto këtu përformuesit të artit dhe kulturës, duhet që të japin dorëheqje, në këtë rast të pezullojnë marrëdhënien e punës. Brahimaj gjithashtu shtoi se me këtë vendim kandidatët janë njoftuar me kohë për të gjitha proceset që i obligon ligji. Faktikisht edhe përmes televizionit syri, edhe përmes postes elektronike zyrtare, të gjithë janë informuar me kohë për secilin proces që i obligon ligji. Në këtë rast, kategoritë e zyrtarëve publik që obligohen ta pezullojnë marrëdhënien e punës në rast të zgjedhjes si anëtar i kuvendit komunës apo zgjedhjes në ekzekutivin, emërimin në ekzekutivin e komunës, janë shërbyesit civil dhe shërbyesit publik. Të njëjtit janë të obliguar sipas ligjit ta pezullojnë marrëdhënien e punës, përderisa përjashtim, siç e thash më herët, bëjnë vetëm përformuesit e artit dhe kulturës. Mirë po, ne i kemi njoftuar, mund të shihni edhe në arkivat tuaja edhe publikisht. Të njëjtën informatua kam dhënë dhe besoj që ata kanë qenë të njoftuar me kohë. Gjithnjë sipas menaxherit Brahimaj, deri më sot pozitën e zyrtarit publik e kanë pezullu dy nënpunës dhe kanë vendosur të vazhdojnë si antar të kuvendit, ndërsa të tjerët kanë dhënë dorëheqje nga të qenit antar i kuvendit për të vazhduar marrëdhënien e punës si zyrtar publik. Si rezultat i përmbytjeve të ndodhura gjatë javës së shkuar, disa familje në komunën e Gjakovës u detyruan të sistemoheshin diku tjetër, por sot familja Berisha është ankuar se nuk ka mundësi më të qëndrojë në banesën ku u sistemua, pas institucionet kanë lajmëruar se duhet të largohet për të gjetur një vendbanim të ri, për të cilin ai thotë se ka shumë të vështirë ta gjejë kaq shpejt. Pasi shtëpia e Liridon Berishës u përpyet nga vështrimet, ai me familjen e tij për një javë qëndruan të sistemuar në një objekt tjetër. Mirë po, qëndrimi i tij në këtë objekt është i mundur vetëm deri nesër, pasi është lajmëruar se duhet të gjejë një vendbanim tjetër të përkohshëm për tu sistemuar. E për këtë situatë, Berisha thotë se vështirësia e gjetjes së një vendbanimi tjetër kaq shpejt është shumë e madhe. Dhe me tani kënë qëndru në hotel Apollonia, na kam botë më qënë për një javë ditë, edhe sot jemi aty, tani për nestrit, nuk di ka keme shkuj në akon në komune, na ka thonë se banesa socialit nuk ka herë ku me qëndru, mundi me gjeta dikun me banu jo, banesa se dishka, atë mandena mundu me pagu komunja, 1 muj ose 2 muj, maksimum dhe në 3 muj, dhe sa stabilizohen me shpi më këtu që shikon apet, ne në do këshyr, po nuk kem të mujt me gjetja ku me najt. A sot jem aty, tani do të me këshyr për me boj zi dhe me najt dikun. Berisha tregon se gjendja e tij shëndetësore nuk ja lejon të punojë që të sigurojë mjete për të sanuar dëmët të cilat ia shkaktuan vërshimet në shtëpinë e tij. Shumë është e vështirë, qysh po shihet, këtë cenat i ka prishtë në shpej. Edhe ga una punës që kem njerë të punu, kom pas problem me gjumë, ka do preventi, kom do legamentet të hutën, e nuk kem dhe pa punën për momentin. Edhe domi është i madhë, të morë njerë, financiarisht more nuk kemi njerë për kërkujt. Për ndima në kam pru kështët. Në kam pru komunja, në kam pru dhe kërkujt që kusht, në kam ndimu me gjana shqimor shtët po, a për ndima dhe shka financiar nuk kemi morë për kërkujt alaj herë, që kjo është pak makes, jam edhe mes mi të vëgjel. Tutje kryefamiljari Berisha ka kërkuar ndihmë nga institucionet dhe vullnetmirët që t'i ndihmojnë me gjetjen në një vendbanimi të përkohshëm, ndërkaq detyrimet i paguan komuna. Ndihma është mund që me në animu njëherë me gjetë ku me banu, desa të strehom apet në përshpi, desa të regulojnë në shpinë që përshpi që shëbo, me gjithë se komisioni e kone ka këshyrë shë ka bot dëmë, bo ka thonë se njëherë shko një proces desa të dalim në një mu dishka, edhe komunja në ka thonë që shtu me mujmi ndimu, a më njëherë shka që të thonë do me gjetë një banes, ku shko që mundës me nga gjetë, komune ja pagun. Do thonë ja pagun qëranë s'ka ka nevoj. 1 muj ose 2 muj maksimum desa të regullohet që kjo shpi, desa tim ta, po kërkoj me nga gjetë dikush me nga një mu me nga gjetë një banes për me i dikun ku me nejtë.
Rreshtet atmosferike që ishin prezente një javë më parë kanë bërë që shumë qytetarë të evakuohen nga shtëpitë e tyre për shkak të depërtimit ujrave në shtëpi, të cilat e kanë bërë të pamundshëm qëndrimin në shtëpitë e tyre deri në stanim të plotë. Për përmbytje të ndodhura në data 6 dhe 7 janar në një zonë të qytetit, banorët krahas rreshjeve atmosferike fajin adresojnë edhe të mbetjet të fabrikës të tulltorës në Gjakov, por këta të fundit e mohojnë këtë duke thënë se mbetjet që shihen në shtratin e lumit Krena i kanë shfrytzuar vetë banorët e zonës. Përmbytjet e 6 dhe 7 janarit në qytetin e Gjakovës kanë shkaktuar dëme të mëdha materiale. Përveç rreshjeve të dendura të shiut, disa banorë thonë se edhe mbeturinat e shumta kanë ndikuar në përmbytje. I rrës qytetarët me zgjujnë betorina, këtë lumin për e mush me betorina, me bloka, me temelat shpia, me senet, teka, uqa, po gjujnë për krejnat e na për i gjujnë. Ate po ngushtohet proni. Na po duhet me shu këtë vend për i tushit me ikë për betorinave. Për betorina vdel. Në kushtim bëhet vendi edhe del lumi del. Si pas këtij banori, por edhe qytetarëve të tjerë që kanë shkruar në redaksinë e televizionit Syri, edhe tulltoria afër lumit Krena kanë ndikuar që shtrati i këtij lumi të mbushet me mbetje të fabrikës, të cilat më pas përfundojnë në ujë. Tulla vim për fabrikës Sërpanës. Se vetëm fabrika gjujnë që kujko vendin, i gjujnë këtë në rek i gjujnë. Shtrati mushet, besa ura apet u gati u bloku, njëni si ju ka mush këtë me bloka, me zaltu i gjujtë betorinave. Ndërkohë përgjegjësit e tulltorës si mohojnë këto pretendime. Ata thonë se pamjet e mbetjeve nuk janë rezultati i veprimtarisë së fabrikës, por se bëhet fjalë për materiale që qytetarët vetë i kanë përdorur për shtrimin e rrugëve, e që më pas janë marrë nga dalja e lumit nga shtrati. Në një përgjigje me shkrim nga tulltoria thonë: Po e bëjmë një prononcim lidhur me ankesën e qytetarëve që keni marrë për ndotjen e lumit Krena me copa të bllokave që ne i prodhojmë. Ne theksojmë se fabrika bllokave asnjëherë nuk ka ndërmarrë veprime të tilla. Përkundrazi, ne investojmë mijëra euro në pajisje për mbrojtjen e ambientit, gjë që mund të vërtetohet edhe fizikisht. Copat e bllokave që kanë përfunduar në lumin Krena janë pasojë e vërshimeve të fundit në qytetin e Gjakovës, ku niveli i ujit është shtritur ndjeshëm dhe ka pasur përmbytje në shtëpitë që gjenden afër fabrikës dhe lumit. Banorët e kësaj zone për të rregulluar rrugën që çon drejt shtëpive të tyre e kanë shtruar atë me copa bllokash, të cilat ne ua kemi dhuruar si ndihmë. Rritja e nivelit të lumit ka bërë që disa prej këtyre copave të merren nga uji dhe të shpërndahen përgjatë lumit. Pra bëhet fjalë për një fatkeqësi natyrore dhe jo për veprim të qëllimshëm nga dora e njeriut. Kjo ka ndodhur vetëm gjatë vërshimeve të fundit dhe asnjëherë më parë. Si menaxhment i fabrikës së bllokave, do të përpiqemi që në të ardhmen të evitojmë çdo mundësi që një situatë e tillë të përsëritet. Ndërkohë mbetjet e tullave kanë arritur deri te ura në rrugën 14 Qershori dhe të njëjtat ende mund të shihen në shtratin e lumit Krena. Kanë kaluar vetëm disa javë që kur për herë të parë u kërkua ndihmë për sigurimin e mjeteve financiare për të blerë një banesë për veteranin e UÇK-s Arben Rudi, i cili aktualisht jeton në një banesë me qira. Kjo nismë nisur nga shoqata Bereqeti dhe 2 bashkëluftëtarë të veteranit Rudi, po shkon shumë mirë dhe mbledhja e fondeve të nevojshme, pothuajse është drejt fundit. Nisma për t'ia siguruar një banesë veteranit të UÇK-s Arben Rudi është drejt përfundimit. Abdurrahman Bejtullah nga shoqata Bereqeti në Gjakov tha se qytetarë të shumë që kur është publikuar thirrja për mbledhjen e fondeve, kanë dhuruar mjete financiare për blerjen e banesës për veteranin, ku për të gjithë vullnetmirët Bejtullahu është shumë mirënjohës. Banesa është përfundim me sipër, ka dorë Zoti, besojmë që shpejt e dëgjojmë Çelësat. Linda theksohet se bamirësat kur ma parë suku kësaj rrode që më bashkë në ndihmu, duke filluar nga bizneset të ndryshme, që të kena marrë shumë 2.000 nga Mosdenar Brashi. E që ky projekt të përfundoj plotësisht nevojiten vetëm edhe 5.000 euro ka shtuar Hoxh Bejtullahu, duke pohuar se po sa të mlidhet e gjithë shuma kërkuar, veterani i UÇK-s do të bëhet me banesë të re. Ka mbet ma pak se 5.000 kompletohet shuma e cila ka qenë 40.000 euro. Duke ditë që ka qenë muji dhjetor dhe muji janar, 2 muj pak ma
do të për bizneset tona, pa mirë se si kemi nga vendin diaspora, jam tepër me njerëz falënderues për çdo ndihmë që na ka dhënë dhe besimin që kanë tek ne. Ndërkohë nga shoqata Bereqeti thonë se edhe kësaj herë qytetarët shprehen solidaritetin dhe humanizmin e tyre, gjithmonë duke synuar që shuma e mbetur të sigurohet sa më shpejt. Nga 145 vendvotime sa ishin të hapura në zgjedhjet e 28 dhjetorit të vitit 2025 në Gjakov, prej tyre 10% ose 15 vendvotime do të rinumërohen në Gjakov. Kjo është bërë ditur nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, ndërkohë KQZ mori vendim që në disa komuna të bëjë rinumërimin e plotë. Komisioni Qendror Zgjedhor ka marrë vendim rinumërimin e 914 vendvotimeve, nga 2557 sa ishin në zgjedhjet e parakohshme të 28 dhjetorit. Sipas vendimit të KQZ-s, në 10 komuna që janë Dragashi, Kaçaniku, Leposaviçi, Prizreni, Skënderaj, Shtimja, Ferizaj, Vushtria, Mamusha dhe Raniluga, do të rinumërohen 100% të vendvotimeve, ndërkaq në 28 komuna tjera, përfshirë Prishtinën, Pejën, Gjakovën, Gjilanin, Mitrovicën e Jugut dhe të Veriut, Podujevën, Suharekën, Ferizajin e të tjera, do të rinumërohen vetëm 10% të vendvotimeve. Ndërkaq për informata më të detajuara në lidhje me komunën e Gjakovës, kemi kontaktuar me Armir Rexhajn, zyrtar i lartë komunal për zgjedhje, ku jemi njoftuar se KQZ ka marrë vendim që të gjitha komunat me 10% të rinumërohen për shkak të sigurisë së procesit të numërimit të votave në CKN, ndërsa te komunat që janë 100% në rinumërim janë evidentuar mospërputhje të rezultateve të kandidatëve për deputet ose deputete. Në Gjakov nuk kemi ndonjë vendvotim që ka të gjetura për mospërputhje, mirëpo është duke u realizuar metoda e rastësishme e rinumërimit të 10% të vendvotimeve. Në vazhdim të ndjekim parashikimin e motit për ditët në vijim. Para se të ndajemi të ndjekim edhe një herë titujt kryesor të këtij edicioni. Kosova drejt përgatitjeve për autoblindën ushtarake Shota. Asamblesët të detyruar të zgjedhin mes pozitës së zyrtarit publik dhe antarit të kuvendit. Drejt finalizimit nisma për blerjen e banesës së veteranit të UÇK-s në Gjakov. Këtu merr fund ky edicion qendror i lajmeve. Ju mund të vazhdoni të na ndiqni në televizionin Syri, si dhe në rrjetet tona sociale. Mirupafshim.